Kosova, Shqipëria dhe Kroacia nënshkruajnë një deklaratë për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes. Për Serbinë, ky veprim minon stabilitetin rajonal. Për çfarë marrëveshje bëhet fjalë dhe a mund t'i bashkohen nismës edhe shtetet tjera? Shpjegojmë në pak minuta. Më 18 mars, ministrat e mbrojtjes të Kosovës, të Shqipërisë dhe të Kroacisë nënshkruajnë një deklaratë për forcim të bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes, përfshirë luftimin e kërësimeve hibride. Kroacia tha se si anëtare e NATO-s dhe e Bashkimit Evropian ka një uri të çmuar dhe dëshiron t'i ndajë me aleatët e saj. Tri vendet u zëtuan se do të angazhohen për forcimin e bashkëpunimit dhe avancimin e hapave për mbrojtjen e territoreve dhe popujve të tyre, për të kontribuar për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Ani pse nuk është përmendur askund, Serbia reagoi shpejt. Deklaratën e cilësoi provokim dhe rezultat të një strategjie që synon izolimin e Serbisë. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se Shqipëria dhe Kroacia e kanë hapur një garë armësh, por që vendi i tij do të mbrohet nga çdo agresor i mundshëm. Disa e pak të reagim të Beogradit si dëntim për të zhvendosur vëmendjen nga protestat e studentëve që po mbahen në Serbi që disa muaj. Ministria e Jashtme e Kosovës reagoi ashpër ndaj deklaratave të zyrtarëve serb, duke thënë se ato nuk janë vetëm agresive dhe kërcënuese, por edhe shkelin marrëveshjet e Brukselit. Për Ramadan Ilazin, udhëheqësi i ulëtimeve në qendrën kosovare për studimet e sigurisë, nisma e re ballkanike është e rëndësishme sepse është arritur në periudhë të vendimeve të papritura nga aleancat e mbrojtjes në botë. Nuk jam optimist që kjo deklaratë shënon fillimin e një krijimi të një bloku formal të mbrojtjes, por më shumë të një grupi të ri të shteteve në Evropë, të cilat e ndajnë të njëjtin shqetësim ose të njëjtin lexim të situatës së sigurisë në Evropën juglindore. Një zyrtar i NATO si tha Radios Evropa e Lirë se Shqipëria dhe Kroacia janë kontribuese të kamotshme për stabilitet rajonal edhe përmes kornizës së KFOR-it dhe se aleanca është në dieni për nismën e re. Tri vendet nënshkruese të deklaratës paralajmëruan se nisma mund të zgjerohet, ndërsa nga ministrat e mbrojtjes u përmend emri i Bullgarisë. Malizi tha se nuk është në dieni nëse është ftuar për të qenë pjesë e nismës, ndonse ajo nuk do të ndikonte negativisht në politikën e tij të jashtme. Beogradi tha se do të kërkoj informacione të hollësishme nga Shqipëria dhe nga Kroacia, por Zagrebi u përgjigj duke thënë se ka kaluar koha kur ai kërkonte leje prej tij se si të vepronte dhe me këtë të bashkëpunonte. Kryeministri kroat Andrej Plenković tha se e kupton që në Serbi po përpiqen të kërkojnë probleme diku tjetër, por sa ato nuk gjenden në deklaratën e nënshkruar nga shtetet fqinje, e cila mes tjerash ndihmon përpjekjet e Kosovës dhe Shqipërisë në kryerjen e reformave. Kosova është në proces të transformimit të forcës së sigurisë në ushtri dhe së voni miratoi në parim nismën për lidhjen e një marrëveshje e kornizë për thellimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes mes saj dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.